ftesën, me gjithë kënaqësi e kom pranu ftesën juaj dhe mendoj që gjatë këtij debati do të mundohemi sadopak të prekim disa tema, domethënë sidomos bëhet një analogji rreth asaj se si ka qenë ndarësma përndoj me luftën para dhe pas luftës. Unë tash domethënë nuk jam edhe shumë më shumë, se unë thanë më i moshuari, ndoshta ka më shumë son, po sido që të jetë. Ja, por këtu e po. Do të them kum fillu më zbardh. Panelit që ka gjallor gjatë mundshëm. Çka është domethënë tu fillu rreth asaj që i kemi dëshmuar, domethënë martesa që mbon fshat, kanë qenë martesa me plot kuptim fjalës bio, që domethënë edhe pse është martuar një çift, gëzimin e kanë ndje edhe plaku, edhe i riu, edhe fëmiu, edhe i smur, edhe i shëndoshi. Në diçka që më nuk kemi mundësi as me kthy prapa. Për dallim tash kur i shohim domethënë që pas kohës kur përfundoi lufta. Çështja tjetër që mund të më thonë është dallimi se kanë qenë martesa me protokoll, kanë pas respekt për mësitin, respekt për familjen ku kanë shku, ndërsa sot e kemi komplet një rënim të këtij institucioni për shkak se nuk po duam i përzisu të gjithë, mirë po faj gjithë bie të prindërit se nuk punojnë sa duhet me vajzat e tyre dhe me djemtë e tyre, që mi përgadit që ku shkosh në fist huj ose ku shkosh të një bashkërt, mos mendo që ta luash aty rolin e gjykatësit apo të avokatit dhe të fillosh me njëherë me prej dhe me ndo kjo është e jemja. Se tash po ndodh një gjë e tilla? Është duke ndodh sepse nga përvoja ime që kam qenë në diasporë, po dhe në Kosovë është që ende pa u bë domethënë martesa vetëm se i ndojnë gjërat, nëse tjetër me babën, unë nuk vi në shtëpi. Kjo më nuk është martesë, nuk është që do thotë në vend që të gëzohet prindi për rejnë e vetë, ose për djallë që përmartohet, domethënë me fillimin e martesës po fillon shkatrimi i familjes realisht. Ky është mendimi im që e kemi pa domethënë teren. Për dallim në kohën e para luftës, kur është mbajtur domethënë katont, një martesë kur ka ndodhur, edhe si fëmijë kum përjetu, fëmijët kanë qenë domethënë gjithë harreshëm. Sot ta qenë një ftesë dhe gjithçka bëhet përveç gëzimi nuk është aty. Kur them këtë formë, na jetojmë edhe për fshatan e për qytetet dhe nuk i njohëm fëmijët e ata afërmit e pse ndodh kjo, sepse gjëja që më së shumti e ka shkatruar, që themi në aspektin fetar, silatur rahim ose lidhjet fare fisnore, është domethënë martesa që bëhet në restorante.